Dje kam parë shefin e Mossadit, David Barnea, kam parë dhe shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë izraelite, të cilët të dy kanë thënë që dëmi që është bërë në programin bërthamor iranian është i dëm sistemik, nuk është dëm thjesht një siti, dhe është një dëm që ka çuar programin bërthamor iranian disa vite pas. Dhe një radhë parë, logjika thotë që ne kemi parë në këtë 12 ditë luftë që Mossadi kishte një prani të jashtëzakonshme në Iran, vazhdon ta ketë një prani të tillë, dhe nëse ka një agjenturë që ose një shërbim inteligjencë që mund të jetë më afër asaj që ka ndodhur në terren, mund të jetë shërbimi izraelit. E dyta, dje shefi i shtabit përgjithshëm gjithashtu deklaroi që për herë të parë pranoi që ka pasur komando izraelite që kanë vepruar në terren në Iran gjatë këtyre 10 ditëve, gjë që e përfaqëson idenë e asaj që izraelitët mund ta dinë më mirë se të tjerët. E treta, duke njohur Izraelin, unë mendoj që figura të tilla nuk dalin kot të thonë që kemi hedhur pas, le themi, kemi shkatruar për disa vite në vazhdim programin bërthamor iranian, sepse nuk është thjesht çështje politike në rast të tillë Izraelit, është çështje historie. Pra janë figura që kanë dëshirë të ngelen në historinë e Izraelit si mbrojtës të Izraelit.